Gjatë javës do të konkretizohet iniciativa që vlen të shtrihet në një subjekt politik. Mbi përcaktimet parimore për të cilat është krijuar koalicioni që po kalon në një subjekt të vetëm politik, nuk ka lëkundje. Sipas kryetarit të Lidhjes Demokratike, Izet Mexhiti, vlen në një parti do të përfshi Lëvizjen Demokratike, Lëvizjen Besa, Alternativën dhe Lëvizjen Vetvendosje. Sipas tij, i vetmi që ka dilema për këtë është Arben Taravari, duke shtuar nuk mund të jesh Vlen dhe të bashkëpunosh me BDI-n. Vlen ishte koalicioni 5 subjekteve politike, i cili fitoi zgjedhjet e kaluara, mor 107.000 vota, të cilët nuk janë të subjekteve veç e veç, pa aty ka vota që kanë votuar për ndryshim. Vota që ndëshkuese ndaj politikave të BDI-s të kaluarën. Pra thjesht Vleni është një antipod i BDI-s dhe nuk ka logjik bashkëpunimi me BDI-n. Në atë moment që bashkëpunohet me BDI-n, pra humb kuptimin e ndryshimit, humb kuptimin e asaj për cilën e kemi kërkuar votën. Ne si subjekte më brenda Vlenit po shqyrtojmë mundësinë këto ditë pra që Vleni prapë ta ndëgjojmë votuesin shqiptar, sepse në kaluarën ka kërkuar unifikimin e opozitës shqiptare, tash kërkon që subjektet të shkrihen në kuadrat e Vlenit dhe besoj që së shpejti brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për Vlenit të jetë një opcion, pra gjithë brenda Vlenit, 4 subjektet, Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Vetvendosja dhe përkrahasit e Vlenit, pra kërkojnë këtë, pra shkrirjen e Vlenit, i vetmi që ka dilema zoti Taravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e Vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit, humb kuptimi i asaj për cilën kemi kërkuar votën para një viti, me komparat përgjigje dhe zoti Taravari. Taravari tha se për këtë iniciativë nuk ka informacion, duke shtuar se 5 deputetët që ai gëzon do të funksionojnë si grup i pavarur. Taravari tha se nuk pranon ultimatum nga Vlen, por mbetet i hapur për bashkëpunim. Kemi diskutuar për shkrirje të Vlenit prej në pikundi korrik të vitit të kaluar, dhe mbas asaj as pak nuk është hap kjo temë. Unë gëzohem që ato kanë radhë dakord, Vetvendosja, LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrien, dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Alianca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunojë në qoftë se këto shkrien me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, në qoftë se vin do ta shqyrtojmë, jemi miq, jemi shok dhe as që diskutojë që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduesit e partit, vërtet më gëzon si fakt. E para kuvendit, edhe pse deputetët tonë kishin pranuar atë, dhe ne atë e diskutonim në kuvendin tonë, një orë para se të mbahet kuvendi, u lishua një letër publike ndaj mediumeve, portaleve, po edhe neve, një orë para se të mbahet kuvendi, mu duk si ultimatum, unë jetë asnjëherë s'kam pranuar ultimatum prej askujt, flas si kryetar partie dhe i kam qef biseda, tulemi të bisedojmë, të merremi vesh, po me ultimatume nuk i pranoj. Thjesht dua biseda dhe marrëveshje, jo ultimatum. Koalicioni Vlen u formua para zgjedhjeve parlamentare. Aso kohë u paraqit si opsion për të sjellë rotacionin e pushtetit te kampi politik shqiptar. U formalizua në momentin që Arben Taravari i u bashkua koalicionit. U manifestua si fillimi i ndryshimeve, ndërsa Taravari për këtë vendim u kërcënua me jetë, pasi persona të panjohur gjuajtën me armë zjarri para shtëpisë së tij, u përjashtuan nga subjekti dhe ju morën vulat e partisë.